Ju më përhap shumë në internet o musliman, do më thonë një figurë në reqin edhe e bajnë me demek si imam, me mjeker, me kapuq, edhe aj të një flet të kalzon për fej. I kini pa këto, do më thonë si filmat e vizatum, do më një që si del edhe të kalzon islamin. Këto mos i ngani musliman, runu shumë kujdes, mos i ngani, mos i përhapni, kujdes, këshilloni musliman mos me ngu ato. Por shkak se ato janë shumë të rrezikshme. Ai i cili ta tregon dinin, ai duhet me kanë njeri, insan. Por çata Allahu azza wa jalla ka dërgu Muhammed alayhi salam rasulullah insan. Qafirat kanë thonë sikur të kish zbrit një melek. As melek nuk ban, por shkak se s'u shkon për mas, nuk mundesh me pasu. Ai që ta kallzon dinin, ai duhet me kanë insan, duhet me bëhet edhe me bëhet te ato çka lypej teje. Por ata ka bëu Allahu azza wa jall Muhammed alayhi salam insan, njeri që na më shku për mas. E kjo është shumë e rrezikshme kur figurat e vizatume na kallzojnë neve dinin, për shkak se ai del edhe ti kallzon 10 mirë, tani talshan ja. Mas 10 talshan ja se merr vesh hiç. Tani hjekën mojsh. Ose 100 ti kallzon mira, talshan mas 100 me nja që s'ka që hjek. Kështu që kujdes, ato as mos i përhapni edhe këshillani muslimanët ku të pani asi filmat vizatum të kallzu islam, largoni për tyne. Largoni për tyne. Hiç nuk ka hajër në ta. Insani do të me kanë aty, mo njoft kush është, mo dit kush është, mo dit që është insan. Edhe ai me ta kallzu dinin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ka boll imama, ka shumë imama të mirë. Kështu që ngani, mësoni për tyne, ama hjekno figurave të vizatume, mos lejoni që këto me kallzu dinin edhe këshillani muslimanët, këshillani fëmijën e ju që më largu për tyne.